s'ka njëri në TikTok se unë sytë e mi nuk e kanë pa halë si kanë desh ky me të natall. Të tonë ju ka fëndua me formalitetin. Ore, ai që shoh atë, gjoj sekond, bando, se i shkëpusin këta nesër, unë jam i kujdesshëm tani nuk dua të bëhem meme. Vlla, ky ka tall kari me ata që kanë pranuar. Ky e ka hedhur talljen, kush e ka kapur, ka vazhduar programin ky. Unë për veten time, raportin që ka me Semin, raport TikTok-u vlla, janë aq sa duhet për të qenë që unë të jem okej me veten time, Semi është okej me veten, edhe kaq. Bando, kam ndonjë interes me ty unë TikTok? O vlla, më respekton të respektoj. Kaq e kam edhe me Semi. Mos na ndro muhabet profesor. Jo, ndro muhabet, se ti je shumë i zgjuar. Je shumë i zgjuar dhe kapacitetin tonë nuk ka njëri si e mo. Edhe një herë tjetër, ta them unë falenderoj Zotin dhe ti mate ti me me, që më beri me ca gjëra këtu brenda, që nuk kam nevojë për të jetuar me lekët e dikujt si punë e Semit që t'i lëpijem. Që ka këtu vlla, që i lëpijem Semit, janë pa fund. Nuk po them që ju ke lëpi, nuk po them që ju ke lëpi, as i ke lyp. Po thjesht ke pas shef me kon shok i ti, ke pas, unë të kom pa me sytë e mi. Mus ma ndërshpëtë që kanë ti. Raportin për ta pasur shok, apo për të më pasur shok, dhe ta them me bindje unëre. Që të kesh shok një njeri që ka mundësi, që ka vizion, që 100-500 veta, që është ai që s'do ta ketë shok, valla, se e ke shok të fort. Që është ai që s'do ta ketë, tani ketë kemi shok. Kemi një ai që hap TikTok-un me makarona? Që duam atë shok? Unë s'jam për makarona, valla. Atëherë pse se merito ky me thon kryeministër? Po jo kryeministri i Pyllshirave, ore. Edhe i pa Pyllshirave on ky. Ore se ju interpreton keq, o bando. Ore bando dhe shive e motër. Ore gjoj një sekondë gjore. Në ka pas, ore, në ka qenë një njeri që është munduar ta sulmoj Semin me argumenta, kam qenë unë. Me argumenta, jo kështu llafe koti pazari, ore. Me argumenta, o shok. Dhe në ka qenë një njeri që e ka vërtetuar që o vlla, unë i kam thjesht shifra dhe është vërtet kështu, ka qenë ky dhe ka vërtetuar, o çati them unë tani, vazhdoj llaka kota. Çfarë muhabeti bën, o bando? Po të dalë jo njëri ta masi forcën ekonomike me këta të nxjerrin numrat, live. Njerëzit janë me minus, o luftojnë për makarona, se i qive modrë. Që e them edhe atë pjesën tjetër, që i duhet TikTok-u këti që i duhet. Këte e them unë, s'mishe ta mendja, që i duhet ti TikTok, o vlla, ti ki të shkoj Terezit për gjëra tjera. Po e ka adrenalin, do të rrinë TikTok, do të talli trapin, mire ben. E ka adrenalinu, si që jemi ne, e ka dhe adrenalin, ka qefet e veta. Kush i lëpijet, pastaj, ka mënyra. Dhe ti lëpijet. Po, fal kryeministër. Përgëzoj për tavolinat. Shumë faleminderit. Nesër është shumë lojë e madhe, do jenë rreth 200.000 pound lojë, do të marr me kamerë, do ta tregoj. Nesër do jetë bomba. Do jetë shumë lojë e bukur nesër. Unë e kënaqta kur shoh sukseset e njerëzit. Trujt të madhe në sukses me djerës të ballit, vlla, edhe me forcat e krahut. Fiks. Përdor edhe mendjen në njërë, o bando. Kupto. Bando. Edhe me cervellore, nuk duhet vetëm me kuore me takato. Duhet edhe cervello në njërë. Me cervello e ka i bojmë shto, profesor, si ka i bojmë me takat. Takatin e kena përdor kur në desh më përdor. Drejt, edhe a qëndron. Do ditë sotit, po përdorim trunin edhe po ecim para. Inshallah, pa më mirë o bando. Inshallah, më mirë të pafshim. Klevisi nuk më ka pëlqyer që e ke fragmentuar. Falni, unë hina vishja mi auru banditit se i pas tavolinat që i kish përgatit i ka njës. Ciao. Ose ndryzor. Ciao. Klevisi nuk nga mirë që e ke legenos, e ke myrë, e ke nën pa bukën i varë për abish. O zhunaf, ke pak më shirë. Ore bando, të gjënë sekundë. Ke pak më shirë. Ore, a e do troq? Troq. E do troq, po. Ka vajtur kapua,
Dajua, një person në vlorë që ne i themi Dajo, ka vajtur Fabio Lala, diskutuar me njëri tjetrin, kemi diskutuar edhe me shok në Amerikë, edhe me mua, edhe tham, do vemi, t'i shikojmë shtëpinë, t'ja rregullojmë. Dhe e kishim vendosur me njëri tjetrin, do vinin na 10.000 secili, i bënim shtëpinë. Ulen tavolinë dhe i themi Klevisit që o Klevis të paktën ti rregullo këtë mu TikToku që hajde këtu e ku vete. Fol se ti më kanë gjella, fol. Ti është e bën reply, fol, ti mund të kuptoj. Dhe ulet Klevisin tavolinë me Dajon edhe me këtë personin tjetër dhe po mundojshin këta të rregullonin TikTokun, o vlla, me PayPal që ti merrte lekët e bankës e tij. Që këta nuk është se kanë shumë i den në këto muhabetet e TikTokut, e kupton? Klevisi në një moment i thot, çaj thotë, edhe ti do shikosh kodin e PayPalit tim i thotë. Se telefoni këtu i thotë, edhe ja merr telefonin aty në dora. I thot ky ore thot, ç'a po bën i thotë Klevis? Jo thotë ta di vetëm u kodin i thotë. Dërkoj një njeri vëlla që ky e merr telefon 5 vjet rresht apo 10 vjet rresht, sa ka telefon në dorë? Dhe i thot, më duhen 50.000 lekë, më duhen 100.000 lekë, më duhen kaq kështu, më duhen kaq ashtu, dhe i thot, na ore tërkohën ore. Doli iPhone 17, na ore se po ta ble unë ore, se më plase, del me atë mirë në live, na. Tani si ti thoshti ati robi, unë s'kam besim të këty. Edhe si mos të reagoj unë pasandaj, që ta di publiku të vërtetën? Kur ti shfaq mos besim të një rob që ka 10 vjet, që nuk të thot kur jo. Okej, jam dakord. Okej, ai musliman i devotshëm. Are bando fillove tani me politika jo muslimane e krishterë të Allahut. Okej, ai e njëri i Zotit o vëlla. Po ti ai e njëri i Zotit? Se morëm ja rregullu prap shtëpinë. Për hatër nënës ti. Po kur nuk ta di? I Klevisi është legend, është djali i pa besë, është 99. Po. Ti je 3 vjet me Klevisin live çdo ditë. 3 vjet jo, po një vit e gjysmë për shembull. 2 vjet ti më unë më më shumë. Okej, 2 vjet. Ti rregulloj menaxheri, ka menaxheraj. Pse më ja rregullu hatri nënës, veç më rregulluar. A e diti që ai televizori që unë i kam çuar Klevisit para Gjo bando Gjo. A e diti që televizori që unë i kam çuar Klevisit para 6 vitesh Klevisi Gjo këtu dëgjore. E diti që atë televizori që kam çuar Klevisit me duart e mia te shtëpia, Klevisi ma theu në sytë dhe më tha urdhë. E ke po Klevisi e ignoranta më na e dim këtë. A e diti që Rudian Balliu ti tha, hajde shkul plakat mi merr na shtëpia, se nuk ti dua? Po se ndoshta e keni përmend ju. Askush ore. Zero, e ka nga truri. Pse ka pas? E ka nga truri, Okej, ai smur djali, jo shikesh di. Po vlla, po ne kaq mundu, mos mundemi me ata. Ti je djali inteligjent, besoj. Po, jam inteligjent. Po tani të më shajti ore bando Klevisit. Ha? Të merrati pro Klevisit. Ore vlla, ne kemi dhënë maksimumin ton. Në qoftë se ka ndonjë që nuk ka bërë asgjë për Klevisin, le të ndihmoj vlla, le të bëj. Kaqo. Klevisi e ka shtëpinë nga dita 1 edhe deri sot 6 vjet. Klevisi është në të njëjtën hap, në të njëjtën gjendje. Ne i themi na ndiq ne që të ndryshosh o vlla, stop ndoqe botën. Ai thot juve su besoj unë, besoj botën. Po iko me botën pastaj. Se nëse kemi vlla Klevisin ore. Ik me botën, vri vetën, e vlla ta kish do ti thosh na lodhe o shok. Kaq ko na lodhe. Okej, a ke pas mundësi me lënë rahat, po jo me anal bukën e gojës. Jo. Unë kam bërë një gjë bando, se ti interpretoj si të duash. Klevis Çela, çka kom pa me sytë mi më ka interpretoj. Jo çka. Okej, tani unë ti them këtë. Bando, nëse Klevis Çela fillon edhe rregullon shtëpinë, njerëzit do t'i përgjigjen vlla. Po nëse Klevis Çela i merr lekët që ja hedh populli dhe vetë Los Bixhos, njerëzit s'kam se t'i hedhin lekë vlla. Okej, njerëzit e din se lu Bixhos. Pre vlla, këta mendonin se ai e kishte shtëpinë rregullore, prandaj vazhdonin këta. Okej, ti e di që lu Bixhos, po e di. Po, dhe unë e shpalosa. Okej, ti për shkak thoi se puna Klevis po im ka tim mbledhim do lek me çunat me shok, mos e na vjen keq për ty, edhe e ka ta bim njëherë me të montu banjën që nëna jote të ketë më shumë kushte të mira për jetesë. Shnet, vi njerëz që rrugën shpinën. Po kur ne ja kemi nisur një herë dhe ai ka marrë ka vajtë te Marina. Po, gabim jot, pse ja ke nis kur diçka tip jam? Pse ja ke nis? E po ne nuk do bëjmë prova me Klevisin, o vlla. Okej, kur e ke ditë mor profesor si Lele Bixhos. Po jam bando se nuk jetojmë me Klevisin ne ore.
Klevisi tregonte një mur të bardhë dhe nuk tregonte gjë tjetër. Shive, Kardel Mërturi. përshëndes o Kardar Mërdite, I love you my brothers. Na qeta Na ndër. qeta juaj. Që qa desha me thonë, profe, që pa u mërziti dhe nështë adho jem gabim, nështë adhe se jem gabim, e di. Po me mendimin tim, O Fabio, me mendimin tim, Vlla, si të kam, me që e keni pas për zemër, si ke qenë? marrë një ma beti, se flasë mrava. e je burri fort, vlla. Mirë, valla, si ke qenë, si ke kaluar? Po e lexova i lajm shpar për babalën i vërtet. Po i vërtet o po më para e nëzori top qemli se sa e morë vesh ne, valla. Që. Po se kanë vendosur akoma ata ndej. Pritet ta vendosin këto ditë. Ta, me dërme njës për Jo, shmi. jo, vendos. Po, Jo, po jetën 35. Sa ma shpejt vlla të vi dhe pak burgët del. inshallah do zoti vlla lirim gjithëve atyre Më ka bëjmë muhabet në fiksu burë se i shoh memet, se më dalin memet e profesorit, më dalin dhe memet shtuparë dhe unë i shoh valla. Edhe për shtë në ka thëmë, a zhunat a një zëkle visin, krejt e kena takatin, është ta me jabë mojë, dëmo se krejt e kena takatin me ullë, se shka kesh takat ka klevisi. Mu për zotin ka shajt dhe si kom bon zhoku, më ka Sa do profja o bando Po jam janë shke mu më duket një, po ky ka mundësi me një mua, për shtë në thëmë ka i thëmë, ka i drejtojnë akti Ore bando po na qine janë në vlla, po na merr në përkem kopi. Ore bando dëgjoj. Bando, do më bësh të flas. Hapur fare u burr, po na ashu tani. Rrogullaja bajnë, rrogullaja e vlla. S'ke kesh, ball. O vlla, do dëgjoj me kujdes ore. Se po na ashu. O vlla i kanë gjuajtur miliona euro. O vlla na çon të njëjti mesazh mua, banditit, Fabios, Dajos, Dopes, tjetrit. O vlla, na i çon copy paste të njëjti mesazh, çojemi në mëngjes, më duhen 100 euro se s'kam lek për bukë. Të gjithës një shoqëri, o vlla. Të gjithës një shoqëri, o shok. Okej, po paktën mos angushtë fytin, lëshon pllauka, zhduket. O vlla, dëgjoj tani me kujdes. Ai e di çfarë duhet bëj tani. Ai në qoftë se nuk rregullon shtëpinë me ato lekë që njerëzit i hedhin, ai nuk del dot bëj TikTok online vlla. Dhe ajo që un kam bërë është, o Klevis po, rregullo dhomën, tregoja publikës që un me lekët tuaja un po bëj shtëpinë dhe publiku të hedh akoma më shumë. Po jo, duke i marrë lekët ti, los biços, e i prish me çaj prish. Dhe thoj aty skam. Për çfarë arsye o bando heqin bukën këta që japin lekore, nuk i gjejnë rrugëve. Ja, nuk eshin bukën, po këta i kanë lekë për se kanë lekë dhe i zhujnë. Edhe unë nesër mi pasë të mundësi i zhujnë, po nuk e kom që të mundësi se du me ndërtu jetën time. Shnet. Ore, shumë mirë, o bando. O bando, gjoj një sekund. Nuk i zhujnë, kusho, nuk i zhujnë as tjo profesor, 3.000 euro mësë mi pasë mundësi të profesor, nuk i zhujnë, atë folim realist. Nuk e këti bukë në gosht një. Dakord, i gjuaj se ka mundësi, se po mos kem zgjuaj, dakord. Tani, o bando, a mos po i themi keq në ati, rregullo shtëpinë me lekët që merr, mos i prish lart e poshtë. O vlla, sa lekë do bando për t'u lyer një shtëpi, më thuaj. Po sa do mos s'do shumë me lyer shtëpi. Po sa dore vlla, hajde më thuaj, sa bën. Nuk i di shumë. Në Angli sa bën? Në Angli. Sa bën më burr, sa bën 1.000 euro më burr me lyer krejt. Po kur ai bën 1.000 euro për një natë kur los me ne, pse nuk vete të lyej shtëpinë ditën tjetër? Tabi. Tipi. Tipi. E zbrici Albania. Okej, shajtë vlla, futu drim pak. Këtë fala na babale o Fabio se më ka thënë kur kemi folur, keni me Fabio, na keni ashtu, më ka pyet disa herë. Bërazer, unë mbaj TikTok-un e mbyll, ja ka një ditë kam zbrit. Për ne pa kam se follow gjithë, nuk po e përdor më për kryt nanës. Nuk futëm më fare. Jo thjesht se më ka thënë gjithmonë kur kemi folur, më ka pyet, më ka thënë mi bëj Po fala. lexova Tlanin, vlla më bën zemra mal. Po me ato kemi kaq kohë dhe kyçur Zotit që ta sjellin poshtë, nuk duam të flasim, s'kemi dashur as na ajo s'kam folur. Se diskuto fare. O bando, të keqen vllai, nuk ke përdor vllai TikTok-un. E zbrita dje dhe mbaj një ditë, e fshi fare vlla, nuk futem më vlla, se na marrë vlla, man. Për zotin, ja ke bën.
As mos u fut më fare, ne për shkak me çuna se Ke si duhet më WhatsAppin fut. kur Ja, dëgjojmë respektoj. për çfarë dush. Se më tha dikush tash morin telefon për ne u futa, se kush ishte këtu një zoragji, e se qa po thote. Ke E di se t'kam lacmote shpejt, thoshte po përmenda Fabio, unë i thoshte ty t'ikun fytyra, E nuk mos e ta banditin o profe, banditi, zume i zëndo emrat tjerë, janë do që unë vlla që më kanë respektu jashmase. E kupton? E Kur marrë. nuk më kanë thënë një fjalë të keqe, beton. Jo, do t'i respektosh njerëzit si të respektojnë vlla, se është reciproke. Jo, Jo pa janë vlojës quna që nesër edhe ty vlla, kismet zotit do të takoj jashtë vlla, ndë njerëz që i kam da mi janë të në TikTok. Nuk janë shumë, janë pak, po ama kam respekt pasër, o vlla. A kupton se s'kemi pasës interes të njani tjetri asë gjë, thjesht ja kemi dhënë gradat njëri tjetrit ashtu si që i meriton. E drejt, vlla, e drejt. Po qunë Po them babalja nesër do flas me të edhe të shikojmë çfarë i kanë thënë aty sot, se priste sot i thoshin diçka, po sot s'kan Po folur. kishte dalë në lajë, Nesër. o vlla, ai. Po si datë nuk i ka dalë data. E shojnë për Shqipëni, o kupton. Një datë. Për Shqipëri e erdhej se ka 15 ditë që është vendosur si vendim, po ngelet vetëm ajo tani që t'i japin datën se kur do iki. E shojnë Edhe fillë, o bando ja kanë heq burgun e përjetshëm. Ja kanë lanë bite. Nga momenti që ja kanë lanë bite në Shqipëri, me ka gjys për gjys. Ka opsione, gjithsesi opsione, ka opsione. Ka opsione sa duhet. Ka opsione. po Covela po, o vajzë, po zemra. Mos harroj timin, fare. Go bando, qa ka banditi? Banditi se kush i shkruan andeja, na privati. Jo, të moda banditi edhe shkoj ka revoltona kur shëgjona se vetë edhe kam shaf me diskutu me ju. Qa bëmba, mirje. Ore bando po revoltohesh me të drejtore sepse di vetëm ato që di, e kupton, nuk i di të gjitha. Edhe për zotin e profesor ndoshta duhet na shështu tip shumë nervi, këto po e ka disa zemrën e mirë kam. Vjen shumë keq për njerëzit. Vjen shumë për zotin, vjen shumë keq. Ore di që e robi mirë, ore, për këtë betoj me di, ore, nuk e vën diskutim. Vjen shumë keq për njerëzit. ore. Sa do ligena janë, sa do bëj shira janë prap kam shir. Kam shir për njerëzit. Kam edhe kam shir të madhe. Babacan, come with you, brother. Come, I'm close to here. Okej, në vërëm. Ta mora vujtën dhe Bando, mirë është, edhe mu më bje keq për njerëzit, kur është mundësia me një mund vla bët, një mund dikush. Janë do njerëz që me ba me pas ta kap të shkelin me kanë. Jo të shkeli me keme, Fabio, po. Suel, po ikse na hangre karin, po ikse po të shqit nejnë e familjes. I ka dreqa nej, ishe që Po profa, ke bon, ke Gaturim. shumë më suele, se s'm ka shasa për ja si pisin, veç ma trego kuan. po t'ishe burë ti Fabio shkoj në protest, po më pithë satan, po. Lere se qa rëplan. E çana e gajë. Po profa, po i kanë ka bo shumë replikë, nuk e më ke mërzit, më ke largu, nuk ma ke jap lajm 2-3 herë, se t'kom mërzit dikun e vendoj, se qa ke me mua. Jo, re, nuk kam asgjë. Unë i shkretë nga për zotin as i gjanë s'mar, as famë s'mar, as me tu nuk, as i gjanë profe. Ore fare, vetëm që më kishe iq follow, edhe pra të pjesë, ore edhe Fabio nëre. E du fort, kam respekt, kemi shoqëri të përbashkët. O vlla, s'ka bërë asnjë follow, nuk e kam follow. E kupton? Ka lidhje më vaj follow, kemi kupton. WhatsApp e njëni tjetrit. Ne kemi WhatsAppin e njëri tjetrit, flasim, shoqërinë e kemi, respektin e ruajmë. Kaq. X. Ty s'ka të ngel qefi. Po bane pa, kam pa, e po gjelos, kam pa njerëz lek në TikTok. Për qa? Pak, je revoltu pak me në quna, se kanë vazhdu ka bojnë lek. Dëgjoj një sekund, bando. Tani, lek bën edhe ti, lek bëj edhe unë,
lek bën edhe ky që nga burgu. Puna se si i bën lekët, o vlla. Okej, kur e shiti Fabio Lala makinën, 2000, e sa lek e shiti e boni me punë? 26. 26 e shiti, bravo. Psa e makinë sa lek bon? Beri 10 ditë shorte, 10 ditë kam thënë o çuna po e shet 68.000 euro më shumë, nuk i bën aq lek. Okej, në ty e Po super. bando, i që shta se në lodhi, jo vla. Ua më burse makinë më na qeta. O çuna bën një bllok. Në shitën o pjetë bu. Se së nësh pa suj suela e pash më të shijuar. Okej, po pse u pengove ti te gofondi që e ka bën Eli për shkak? Pse e pengove ti zot? Nuk dua ta shoh fare për gjëra që dua fare të komentoj. Po deshe. Zero. Unë kam folur në vjetë gjithë me bando, dëgjoj me kujdes, bando. Kam gjuar shumë lek janë çtash, kam gjuar ka 1000 euro. Më dëgjoj me kujdes, bandit. Unë kam folur në vija të përgjithshme. Dhe kam folur për gjëra që më duken të egzageruara. Unë nuk kam folur në veçanti për asnjë person. E kupton? Kaq. Ka dikush që nuk i pëlqen dhe e merr personale, nuk është fajim vlla. Unë kam folur në vija të përgjithshme. Profesor, ta thot vllai i që këtu fol kot vlla, luash kot o Byrazer se nuk të kuptojnë vlla. A di ma disja që brave qoftë. O Fabio, ideja është, ja thash unë edhe O Byrazer, lodhesh kot këtu se nuk të kuptojnë vlla, fol ndash me gjithë shpirt, ndash fol pasër. Tu nuk vlla, po patën interes të duhen da ditë që kanë interes, nesër nuk kanë interes më. Pellin poshtë, profesor, mos u lodh kot o Byrazer. Mos humni kot ko. Unë kam arrit me kuptu këtë, ka dërë zoti, e kam bind vetën, e thash, është e vetë një gjam jetë që jam bë pishmon, që jam përqëtu vlla. Të nuk të kuptojnë vlla, edhe të kuptojnë, e dinë se cila është, e dinë që tu folë diçka të vërtet, edhe të sakt, për i nati, ta këthejnë 360 gradë, sti japin ato merita që i meritojnë. Edhe ajo vërtet është. Lodhesh kot të Byrazer, se edhe unë dikur folja me shpirt, se folja... Rraf shpije, jam shumë kurioz me ditë, se unë jam 27 vjeçor profesor, ti mund t'i jesh 37, 36, it doesn't matter, je një dekat si për meje. Okej, jeni shkanth, jeni të zgjut, e di, famen e keni ka, po shaka ju duhet Allah, se kuptoj. Për shkakun që të mosh si ke artiun e shojetën, thon me kon 30 sa vjeç, thon çka ka ndun harxhej koshtë me njerëz kotëve. Me bëri zhot. O bando. Ne ke skill ke do jetë, o çka kimi ke. Tani, unë në këtë rrjet social hyj në dark zakonisht në orët e vonave. Kupton? Kur kam kohë të lirë se nuk hyj çdo natë. TikToku më ka bërë të njoh bando shumë njerëz të mirë. Kam njohur me vërtetore, njerëz të mirë o vlla. Normale se ka vlla. Kam njohur njerëz të mirë o bando. Kush është njëri mirë për ty TikTok? Ti? Kush është? Kush është njëri i mirë për mua? Unë në TikTok bando kam njohur njerëz që nëpërmjet TikTokut sot i njoh në jetë reale dhe punoj me ta. Nëpërmjet TikTokut i njoh në jetë reale dhe kam hapur biznes me ta. I njoh nëpërmjet TikTokut dhe i respektoj dhe më respektojnë pas një lloj interesi personal, por duke punuar bashkë me njëri tjetrin, sepse e njohim njëri tjetrin. Dhe kam njohur edhe njerëz siç është Babalja vlla që është në burg, që sinqerisht mundohem me shpirt, me aq sa mundem, ti përgjigjem në çdo telefonat që më bën, për aq sa kam mundësi. Kam njohur shumë njerëz që kanë bërë edhe mirë o bando dhe kam krijuar një grup njerëzish që më ndjekin këtu bandit që kanë respekt dhe vlerësim për mua. Nuk kam çilimin. O Pablo, asgjë nuk e vën diskutim. Kam njohur shumë njerëz që sinqerisht vlla më respektojnë dhe i respektoj për atë që jam dhe për atë që janë. Unë nuk i shikoj tifoza këta bando që më ndjekin. Unë nuk i shikoj fansa. Ta them me pastërtim e shpirt, do bando. I kam shok, i kam miqore, nuk i kam fansa, unë o vlla. Qa vip kari jam, unë nuk jam vip, unë o vlla. Vip la ta quaj veten kush është vipëre. Unë nuk jam vip, unë nuk kam fam, o vlla.
Unë i kam njerëz këtu, më të shumtit janë njerëz që i kam ndihmuar me shpirtër, me zemër. Gjeti mos se fam të zë. Nuk, o vlla, i kam çunat dhe gocat këtu më të shumtët që i njoh personalisht, ore çka kam këtu, o vlla, nuk i kam njerëz unë që t'ja lexoj komentin kotore. Mua më vjen rend. Me nama person me fam je ku 3000 veta në live o profe, mos ja shirot. Bando, unë di të them vetëm kaq. Sot më ka marrë telefon djali Xhaxhaj dhe më tha, ore tha, Aldi Berberi tha në Berat, tha, ka bërë një 2 komente, tha, mos kanë ngjerë qefi, tha, që si ke kthyer përgjigje. I thash çfarë po thuar? Se kam parë, thash o shok. Unë kam ngel qefi. Tani unë nuk i shikoj këta vlla tifoza. Unë u kthej përgjigje një. Ai që më shikon më shumë si orar Bando është Niku. Mban mend që kemi bërë një lojë bashkë? Niku është ai vlla që unë i dërgova ato të ardhurat e lojës, që gjuajta vetes time unë. E kuptoni, i dërgova lekët e mia në një xhep, i dërgova te Niku. Fitova dhe lojën, ja dërgova te Niku ç'a mora. Dhe Niku vlla më ka ndjekur më shumë se të gjithë para se ta ndihmoja dhe më ndjek më shumë nga të gjithë prap mbasi e ndihmova. Për mua është vlerësim më Bando se më ndiqte edhe para se unë ta ndihmoja, nuk e ka interes ai tani. Se unë s'do lidh jetën time me Nikun. Niku ka familjen e vet, ka fëmijë, është djalë zotri, o vlla. Kemët nuk ka, po zemrën e ka të madhe. Ama unë për këto jam, o vlla. Më thuaj një herë të vetme që Niku më ka ardhur në live dhe nuk e kam përshëndetur, sepse është burr karshimeje, është mosh më madhe. Edhe stopoj kur e përshëndes, sepse e ndjej situatën që ka ore. Nuk i kam faza unë, o vlla. Unë i kam njerëz që më duan të më respektojnë ore. I kam njerëz që nesër pas nesër të vinë në Shqipëri, i ftoj të ham drek, o vlla, me njëri tjetrin. Nuk kam njerëz unë kështu. Nuk kam fëmijë unë këtu. Çfarë faza? E kam faza unë Pablon, Xhimin, Nikun, Çunat, Dopen. Nuk kam faza unë, vlla. Ne kemi veta aty tash, nuk kam çadën. Po janë 1000 veta ata, janë 5-6 veta janë. O vlla, Dorin. Kë kam faza, o vlla. Ore kam njerëz e vë telefonin Xhada, e vë telefonin në shpunon, o vlla, ka biznes. E vë telefonin e thot, kur je ti në live, thot, unë të ndjek ty, të shikoj vetëm ty. Pse se ka respekt për mua, o vlla? Më merr telefon na njerëz, thot, mos di na vetja, mos shaj, mos bëj. Të ndjeki me familje, thot, na të prove, çapo bën. Orildi, Warber. Po jo, Bando, nuk e shikoj vetëm me famun. Po ta shikoj edhe me nga vetja këtu. Po të nxjerrin o Fabio. Unë po ta shikoja vetëm me famë, Bando. Do kisha hapur Instagram, do kisha hapur Facebook, do kisha hapur Snapchat, do thosha më ndiqni këtu, më ndiqni atje. O vlla, unë i kam ndryshuar edhe emrin Instagramit dhe Facebookut, që mos më gjejnë dot njerëzit, o vlla, se nuk dua. Nuk dua artishok, të më gjejnë Instagramin apo Facebookun, s'kam unë emrin tim, o Bando. Se nuk dua, o vlla, të më gjejnë njerëzit, e kam private. Madje mundohem me sa mundësi kam që të mbaj komunikim sa më të mirë me njerëzit që më respektojnë. Çfarë ti them unë tifoz? Ku ti them tifoz unë? Më ndjekin këta mua se kam famë? Jo, ore, kush më ndjek për famë, arra me pas. Qa famë e leshi kam unë në Bando, amanë. Se quaj veten të famë shumë, o Bando. As lesh, as presh, as një gje. O Bando, Pa është zotën a pi. Ha? Qa the se nuk gjova? Pa është zotën a ki api madhë. Unë? Zero. Jetën tate? Zero kur një jetën time. Kur, robla, zero. Kam pirë alkohol kur kam qenë në Shqipëri, kur kam ikur në emigracion, zero. Kam lozur bigjoz kur kam qenë në Shqipëri, kur kam dalë në emigracion, zero. Se bigjoz i them edhe një loto, edhe një lojë poker, për mua është bigjoz. Se shtë të lozësh natë për natë, edhe të qësh bigjoz që jo, e njërë një avë, e njërë 15 ditë, prapë bigjoz qëhet. Ore, burri piqik madhë, luqik, bigjoz, ja këtu, fute kesh mani në Bando. Ore, nuk po themi se jemi kundra atyre që pinë, o vlla, po është... Qatë klasi roqka, vlla, që...